E janë i të gatuajmë, është momenti i dur këtu në Vila 24, zonja Vjollca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sot do të bëjmë një strudel me patate dhe me spinaq. Është shumë e shijshme, nuk e kemi bërë asnjëherë. Ky lloj brumi mund të trajtohet dhe si byrek, po e bëjmë në strudel për të kursyer pjesën e brumit që mos konsumojmë shumë brum. Me miell divela do të merrni 300 gram miell. Në 150 ml ujë të vakët, 3 filxhan kafeje. Më eksakt se gotat ndryshojnë, ka dhe 3 filxhan kafeje me ujë të vakët, me pak krip dhe 4 lug vaj, unë i hodha vaj ulliri altis, juve hidhni ndaq vaj flora, ndaq vaj altis. Në këtë mas do ta punojmë mirë dhe është fiks masa për të zënë një brum. E mbledhim brumin me qese dhe e kam vendosur në frigorifer. Mbasi unë kam shumë pak kohë në dispozicion, patate, 800 gram patate, do t'i presim në kubik shumë të vegjël me brim 0,5 mm. Do me thënë, do të presim pataten në feta të tilla, ja, trashësia, dhe më pas, këtë trashësi në kolona, u prek kështu në kolona, horizontalisht, tani i bjem edhe njërë tjetër, për të përkuar në mënyrë të barabartë. Ja, patatet u bën në forma të vogla. Përveç patateve, ne përmendim edhe përbërësit e tjerë. Atëherë, do të kemi 4 lug peksi madhe, për ta hedhur mbasi mund të na nxjerrë pak ujë spinaçi dhe pse ne spinaqin e kemi kaluar 800 gram spinaq ka këtu, si sa bëhet. Pak ka mbetur? Po, në ujë të valuar me krip dhe menjëherë e kemi vendosur në ujë të ftohtë me akull. E kemi shtrydhur dhe prerë jo holl, po brazh në copa të trasha. Kemi një qep të vogël, të prerë në kubik, kemi 3 të verdha vezësh, vetëm të verdhat, jo të bardhat, një thelpi hudhër, krip armoskat dhe piper të zi. Do të kemi dhe një lug gjalp, që do të lyejmë pjesën e tavës, do të lyejmë përsëri pjesën mbi gjithë masën që do të mbi strudel, desha të them, mbi pet. Kaq, tani do të fillojmë nga puna. Kam vendosur në zjarr përsëri një tenxhere. Do përgatisim? Do të hedh vetëm për 1 minutë patatet. Mund t'i vendosim dhe të tilla, por që t'jemi më të sigurta. Po edhe përfitojmë pak kohë kur piqet. I hedhim dhe pak krip. Po e lësërish tu se mund të duhet kur t'i kullosh. Shiko, 3-4 lug mund t'jenë yndyra, po ju e dini të gjithë që unë e përdor vajin e ullirit dhe vetëm do t'a lyj pjesën më tepër spinaci kur e skuq, ndoshta më të pëlqej me gjalp. Të ham 4 lug vaj ulliri. Nga që do të ndahet në porcione. Brenda unë do t'i hedh vaj ulliri dhe vetëm do t'a lyj me gjalp. E rëndësishme dhe gjalpi do t'jeti shkrirë. Unë vetëm do t'a lyj, do t'i hedh ca grimca të vogla edhe jemi në rregull. Tani të lutem, do të më marrësh një çik brumin? Nuk i lëm shumë, Për sa minuta duhet të ri brumin në... 30 minuta, ja. Edhe pse ka qenë në frigorifer, brumi është lëshuar, do të hapim vetëm një petë të vetme. Mund t'i shtyj një çik këto? Po. Në një tas, te ky tasi që t'i heqim disa përbërës, do të hedhim spinaqin, do të hedh qepën, kështu siç është, do të grij hudhra, shumimët, Feta do jetë e trasha, po e holl? Apo sa të mbaj këtë pjesën e mbushjes? Jo shumë e holl, do t'jetë pak e plot. Do të hedh piperin e zi. Do të hedh arrën moskat. Përdore piperin atë. Po.
vezët i hedhim në fund. Këtu, si që të thash, o do të hidhni gjallë, o do të hidhni vaj ulliri. E rëndësishme është 3 deri në 4 lugë, unë do të hedh 3 lugë vaj ulliri, brënda, dhe 1 lugë gjallë që do të lyej poshtë pak tavën dhe sipër disa grimca do t'i vë tek brumi. Tani këtu do të hedhim vetëm patatet në kubik. I largoj patatet. I zihem për gati 1 minutë ca. Aq, mjafton. Dhe për ta pjekur në furrë do të presim vetëm këtë pjesën e brumit, se gjithë përbërësit e tjerë do të jenë gjysmë, që thua gjysmë gati. Po, vetëm pjesa e brumit dhe pjesa e brumit për 25-30 minuta në temperaturë 180 gradë. Jo si kur bëjmë byrekun, që kam thënë gjithmonë që bëjmë byrek, ne dhe pjekim në temperaturën 200 gradë. Për arsye se është vetëm një petë e vetme. Nëse do të ishin shtresat me petë, atëherë që të hynte pjekja deri në thellësi, na duhet një temperaturë, e lëm një çik këtu, sa të mbarojmë punë me pjesët e tjera, të vaket çik se na mpikset veza për një herë. E fikim. Meqense tani përbërësit ne po i shfrytëzojmë edhe nga tryeza janë larguar, do doja që t'ju a lexoja edhe një herë përbërësit anvisave: 300 gram miell Divela, 4 lugë gjelle vaj ulliri Altis, 150 ml ujë të vakët. Deri këtu për pjesën e brumit që më pas e lëm të rritë pushoj pak në frigorifer. Më pas, 800 gram patate, 800 gram spinaq, 3 të verdha vezësh aiba, 1 kokër qep, arë moskat, 1 thelpi hudhër, 4 lugë gjelle peksimave, 3-4 lugë gjelle gjalp, krip, piper i zi. Vazhdojmë të hapim petën, ndërkohë shkëputemi për pak publicitet, zonja Vjoca, ndërkohë ne do vazhdojmë me hapjen e petës, sigurisht për ta përmbyllur dhe për të vendosur në furrë për të pjekur. Publicitet. Erdhëm, po ju prisnim për të shtruar gjithë mbushjen e strudelit me spinaqe dhe me patate. Zonja Vjoca ka hapur petën, tani është momenti të vazhdojmë me procedurën. Tjetër është të verdhat e vezës, apo jo? Po, hedhim të verdhat e vezës. I trazojmë këtu me spinaqe. Dy kokra krip vetëm. Edhe për vezën që... Edhe pse i kam hedhur në ujë me krip, duan pak fare. Hedhim dhe patatet. Dhe në kam mjaftuar dhe koha për të ftohur pak. Dhe i përzejmë të gjithë të përbërës së bashku. Anvisat më kuptojnë, patatet duhet të jenë të ftota në momentin që ne i trazojmë dhe t'i hedhim ke peta, për arsye se na lëshohet peta komplet, por unë i kam pak të vakura. Dhe kjo rrezikon që mund të qahet peta, pra peta, deri ke 2 mm e trash. Ja, u përzjen të gjitha së bashku, nuk kemi asë një ingredient pa hedhur. Tani unë këtu do të hedh pak vaj ulliri. Do të hap me furç. Edhe pak. Në gjithë sipërfaqen e petës. Këtu do të hedhim edhe peksimave. Peksimavja, në momentin që mund të lëshojnë pak ujë, qepa, edhe patatja që nuk është zjerë plotësisht e përthith, është llogaritur ajo pjesë, por peksimavja akoma më tepër e bën dhe krokante kur ne ta konsumojmë, por dhe përthith komplet ujë që mund të nxjerrë përsëri spinaqi. Ja, edhim. Këtu nuk kam as. Po, e shoj me sy në varësi të... Po jo që të kryojmë kështu, shtres të plot. Shtres të trash shumë. Tjetë gjithkund njësoj. Edhe në fund, mbasi të shtrojmë gjalpin, përsëri do të hedhim. Tani, e marrim spinaqin, mbushjen.
Po, me gjithë patate dhe përbërës të tjerë. Po me një lugë më të madhe ne i kemi lugët. Është mbushje, është një si gjellë, si gatim, Po që do të mbizotëroj, do jetë më shumë mbushje se sa brumës. Nëse do të ishte byrek, sigurisht nuk do të ishte kaq e trash, por këto do të mpiksen të gjitha së bashku. Gjithë sasin për... Kjo këtu ka vezë. Dhe i duhet për të lidhur përbërësit e tjerë. Po, gramatura është fikse. Do të keni ose një picet, poshtë, ose do të keni një letër, pjekjeje, që është e nevojshme për ta rrotulluar, se me dorë, sigurisht që ne do të na ishte qarë. Ja. Kjo rrallë ndodhë, kur ne brumin e përgatisim me divela, sepse ka të vetin që e mban të mbledhur. Zonjë Vita, këtë do t'a lyem me gjalp Vita, letrën e... Po, pak gjalp atje. Që t'a vendosësh direkt. Ja dhe këtu. Mjafton. Hedhim pak fare peksimade. Dhe këtë pjesë gjalpi, unë do t'a lyej nga sipër. Tani, do t'a rrëshqas këtu. Ndiki? Qëndroj pak. Duke vendosur Pjesën e mbështjell nga poshtë. Ja. Perfekt. Tani, furçën ku më lë. E lyejmë sipër me gjallë. Dhe do jetë shumë interesante kur ta presim pastaj, pas mendoj dhe pjekjes. unë. Me ngjyrën e kuqerem që do të marr. Tani Me gjithë përsëri, shpresat e brendshme. peksimadën këtu nuk e kisha hedhur me masë. Përsëri pak peksimadhe. Edhe e mbron pjesën e poshtme. Dhe vendosim në furrë në temperaturën 180 gradë për 30-35 minuta. Jo 200 gradë, për arsye se kemi vetëm një petë të vetë. Kjo ishte procedura e strudelit me patate dhe me spinaq, përbërësit i shihni në ekran, është momenti që ne ta vendosim në furrë për të pjekur dhe për të shkëputur në këto momente, sepse në pjesën tjetër përbërësi kryesor është finoku, kaq mund t'ju themi, do ta realizojmë. Kemi Do të më falësh, po. Këtu kam 2 kokra qep të vogla. Finokun e kam larë në fleta, do t'a gri horizontalisht dhe do t'jap një kaurdisje të lehtë me pak vaj ulliri, për arsye se më duhet 15 deri 20 minuta që finoku të zjej. Do të bëjmë një supë krem me finok për të shoqëruar pjesën e, domethënë është bollshëm pjesa e perimeve sot. Edhe shfrytëzimit të tyre. Do të shfrytëzoj për 700 ml lëng ujë që do të hedh, do të hedh një koncentrat e gjys. Një gjysmë, po, sepse koncentrat kemi perimesh. 700 ml ujë, duke patur parasysh që 1/30 në 500 ml. Shkëputemi për publicitet dhe hapësirë informative. Do të jeni me kolegen Ola Bruko, ne do të takohemi në pjesën e dytë. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit të gatimit këtu në Vila 24. Do t'ja kujtojmë anvisave zonja Vjoca se çfarë kemi sjell sot në këndin ton të gatimit, 2 receta të reja, duke nisur nga e para që kemi në furrë. Po, strudel me spinaq dhe patate. Ndërsa në tenxhere kemi vendosur 2 lugë vaj ulliri, 1 kokër qep, ose 2 të vogla, ose një mesatare, qep të bardhë, ka urdisim lehtë. Kemi marrë, kur themi 2 ose 3 finok, masë e finokëve është ndryshme, nëse ato janë mesatar 3, nëse janë shumë të mëdhenj 2. I pastrojmë, këto gjethet jeshile i lëmë për dekor, dhe heqim kërcellin brenda dhe horizontalisht i presim imët. I ka urdisim bashkë me qepën,
këtë bun kam bërë unë, dhe hodha 700 ml koncentrat knor perimesh. I vendosa kapakun, ula temperaturë mesatare dhe i lëm për të zjerë 15 deri në 20 minuta. Tani ka ardhur momenti që ne do të hedhim kremin e djathit dhe më pas do t'i kalojmë në blender për t'i kthyer në një supë krem. I rregullojmë, e provojmë për krip, po besoj që ka, me piper të zi dhe pastaj i spërkatim, ndash me majdanos, ndash me kopër, me njërën me këtë dëshironi ju. Me të dyja shko. Ja, menuja e kësaj recete, i kemi të shënuar për bërës, ndërkohë ne hedhim pjesën e kremit të djathit, pra për të realizuar krem sup me finok, na nevojiten 2 qep të vogla, 2-3 finok, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 750 ml koncentrat perimesh, 100 ml krem djathi, 2 lugë gjelle majdanos, krip, piper i zi. Kur bëhet fjalë për 750 ml koncentrat perimesh, ju besoj se na ndoqët në pjesën e parë që zonja Vjosa ka përdorur një koncentrat e gjysëm knor perimesh në kur themi krem djathi, anvisat mund përdorin edhe djathin bebe, atë djathin që është në treg. Në rregull. Ne tani do ta kthejmë këtë supë në krem për të gjithë finokët edhe gjithë pjesët e tjera. Tani përpara se ta realizojmë të dyja supra, kjo supë edhe të dyja gatimet e kanë fjalën bashkë me strudelin, realizohen me presh? Patjetër që realizohen. Strudeli është njësoj sikur ne do të përdorim mishin e pulës. Me çfarë gatimesh e bëjmë mishin e pulës? Me presh, me spinaq, me hithra që janë tani në treg. Po, me gjithçka. E njëjta gjë është edhe strudeli, mund ta mbushësh me çfarë të dëshirosh. Madje mund ta mbushësh dhe me fruta, Por në rastin konkret ne e kemi me perime. Dhe këtu, në vend të finokut, mund të hedhim preshin dhe vazhdon procedura kështu siç është. Pyetja konsistonte në faktin që ne materialin që do të ndjekim tani e kemi për preshin, për vetit, vlerat ushqimore të preshit dhe rikthehemi shumë i shkurtër, merrni disa këshilla të nevojshme, qoftë edhe për t'i gatuar në shtëpitë tuaja, rikthehemi duke kthyer në krem supën me finok. Preshi është një perime me një numër të pafund vetish për shëndetin ton. Ndërto përmendim ato veti tonifikuese dhe pastruese. Protagonisti pa diskutueshëm i suprave apo në sallat, ai mund të konsumohet edhe i gjallë, ku pjesa e bardhë është më e çmuara. Në të gjitha rastet, preshi rekomandohet të përdoret i freskët. Ekziston dhe një legjend lidhur me këtë perime, që thotë se në betejën kundër saksonëve në vitin 640 pas Krishtit, ushtria e Walesit u urdhërua nga mbreti të vendosnin presh mbi kapele për të dalluar nga armiku. Madje mendohet se edhe vetë beteja ka ndodhur në një fushë të mbushur me presh. Ata janë një burim i mirë i vitaminës C, kanë hekur dhe fiber. Preshi është një zgjedhje e shëndetshme për dietën tuaj. Kjo ishte gjithçka për materialin që ndoqëm. Është momenti që ne të servirim tani më të gjitha ato çka kemi përgatitur në të dyja pjesët e gatimit. Pari kam përshtypjen që do të servirim supën. Ja, do t'i japim edhe një val vetëm supës, e shoqërojmë shumë mirë me një supë krem finok në strudelin me patate dhe me spinaq, që si kundër e tha mi duheshe 30 minuta. Do t'i duhet për të ftohur paksa para se ta servirim edhe ta prerë për të parë shtresat me patate dhe me spinaq. Atëherë duhet marrë një val të lehtë, fare. Ja, si që shikojmë. Sa po të fluskoj. Po, sepse gjithçka është gati. Mund ta lini edhe më të trash nëse dëshironi, po unë mendoj që në moment që ajo fillon të ftohet pak, trashësia shkon aty ku duhet. Si një pjatë e parë, anvisat kanë përshtypjen që realizojnë supë krem të ndryshme, me përbërës, me perime, për të shoqëruar gatimet e tyre, pse jo edhe për nëse ajo është më e plot, mund të jetë pjatë e parë dhe e dytë në të njëjtën kohë. Me çfarë ta shoqërojmë, me kopër apo me ta spërkasim? Unë personalisht në shtëpi me kopër, por do t'i vë një lule për dekor këtu, dhe ti me çfarë do?
Mua me koper do më pëlqente, di pse, sepse finoku ka atë aromën që mund të përshtatet më së miri finoku, si aromuzo, po jo koper me aromuzo, kuptohet? Po edhe bishtat janë si... Po, dhe ato mund të kishim grirë brenda. Pak piper të zi. Shumë e bukur doli, edhe shumë e shishme ka përqenë, do ta pres derisa të ftoj që ta provoj pak, do të ndija atë aromën që më pëlqen shumë të finokut. Këto janë gjithë e finokut, por që nuk duhet t'i lënë, gjithë e majdanozi, por që nuk duhet t'i lënë mënash. Po marrë edhe në gjendjen që e kemi, në zonja Vjota, strudelin ta sjellim mbi tryez. Sekond Niki, e vendosim këtu një. Mund të doj edhe shumë pak. Thjesht për ngjyrë, se kështu për shije dhe për të konsumuar besoj se është në rregull. Në rregull, goxha krokante është, po unë do kisha dëshirë që ambisat duhet marri komplet këtë ngjyrën, që ambisat ta shohin se si është nga brenda. Dhe vazhdojmë kjo e pjesa e guximit, do t'a pres. Hajt edhe kështu, hajt pëpa. Jo, për të konsumuar absolutisht, ajo është gati për të ngrënë, po ndoshta për ngjyrë, pak fare. Edhe kështu është në rregull. Të guxoj dhe unë çik me nxehtësi. Se mund të ketë ambisa që thonë, si nuk e prej unë që këtë një Vjota ta shifni se si pikë se shinë atë. Edhe unë vetë dua ta shoh se si është pamja nga brenda. Kështu duket goxha e pjekur. Të lutem atë picetën, se është shumë e nxehtë. Ja, si është brenda? Po. Një mënyrë, një ide kjo, tjetër, ndryshe. Mund të realizonim si byrek, po unë kam përshtypjen se kështu kam tepër pamje. Po, brumi është krokant, sepse vaj ullirit e bën shumë dhe të butë, po dhe krokant. Ja, e nxjerrim në një pjatë. Dhe që të dyja recetat shkojnë dhe kombinohen më së miri bashkë. Ta shoh shumë nga larg, që çfarë ëmbëlsire është kjo. Po, ja që s'është ëmbëlsirë, është e kripur dhe shumë e shishme, besoj. Duket e tillë shumë e bukur në ekran, po aq e bukur dhe akoma më shumë e bukur është këtu dhe ne përzjehen edhe ato aromat që ka të ndjellim për ta provuar. Dhe po thuaj se secili nga personat që do t'i konsumoj është brenda dietës. Provojmë që ka mbetur ajo shija që unë dua të... Dhe që qënë ka fiks si ku po ha një finok të freskët. Po. Kjo ndoshta për minutazhin që i le, se nëse në i lëm në një perime të zinë shumë, që ka shumë e shishme njërë, dhe me këto aromat që i ke hedhur. Desha të them që edhe ata që mbajnë dietë, një fet buk duhet ta konsumojnë gjatë ditës. Nga bisedat që kam dëgjuar nga dietologja jonë Rolina Nacho, ose edhe vetë, kur më ka këshilluar, më ka thënë që duhet vërtet të reduktoj bukën, po jo në masën absolute që mos ha fare. E pra, kjo pjesë është e mjaftueshme për pjesën e karbohidrateve që ka nevojë trupi. Ka pastaj edhe një çik patate, është llogaritur që për sa porciona ka këtu, i bie që ne të konsumojmë një patate kaq të vogël. Është vërtet. Më njanojmë pastaj pjesën e yndyrës që përpjestohet në disa pjesë. Spinaqi, finoku, i kemi të gjithë perimet brenda. Ne me Rolina Nachon, me dietologën tonë, do t'i peshojmë se sa karbohidrate marrim, tek brumrat, buka, gjithë orizi, makarona, gjithçka që ne konsumojmë dhe i kemi pjesë të dietës sonë të përditshme, duke u treguar me detaje shikuesve se sa duhet të konsumojmë dhe sa kalori marrim pikërisht prej pjesës së brumrave që ne konsumojmë për ditë. Ujë fap, po që edhe janë bërë për një... Sa të duash, nuk ke asnjë lloj në mënyrë të veçantë, tani dukem që janë bërë për një gotë ujë.
Të falenderoj shumë, zonja Bjonca. Faleminderit dhe ty. Të falenderoj shumë për receta dhe për ide dhe për ndihmën që u jep Anvisave çdo ditë. Balkanu.com mos harroni, portali lider i informacionit, keni rubrikën Gatimi aty. Na ka rezultuar që për shkak të leximeve të shumta ka interes për të mësuar, ka shumë interes nga të rinj edhe të reja dhe anvisa të vjetra, të cilat duan të mësojnë sa më shumë receta për të sjell kënaqësi në tryezë dhe për të mbledhur familjen. Këtë realizoni përmes faqes Balkan Web, duke na ndjekur në Villa 24, keni dhe me video të hedhura në YouTube. Kështu që ju falenderojmë sërish që keni qenë dhe sot të vëmendshëm. Do të shkëputemi, bashkë do takojmë në pjesën e tretë. Faleminderit edhe një herë që na ndoqët. Mirupafshim.